Bronkiti akut është në përgjithësi një sëmundje, duke parë nga fjala akute, që ndodh në mënyrë të menjëhershme, në përgjithësi është si pasojë e një infeksioni që mund të jetë viral ose bakterial dhe shkaktohet nga kolli, në përgjithësi pastaj me sekrecione, temperaturë, një dhimbje gjoksi, një vështirësi në frymarrje nëse një person ka dhe patologji tjera, sepse gjithçka varet se kujt individi ndodh ky fenomen. Domethënë, nëse kemi një person që është i shëndetshëm, do kemi koll, pak djegje ose dhimbje torakale pas kollës, një sekrecione dhe ndoshta pak lodhje. Në një person që ka patologji të tjera shoqëruese, që mund të jenë probleme kardiake, mund të jetë diabeti, mund të jetë probleme kronike respiratore, dhe bronkiti akut mund të shfaqet pak më rënd, domethënë me djersitje, me vështirësi në frymarrje, me një zbut, shpeshherë nuk flet gjumë natën. Domethënë, faza e një bronkiti akut varet nga kush individ është, por përgjithsisht janë agjente infektive akute që ndodhin o virale o bakteriale, mund të jenë mikotike, por në përgjithësi këto të dy, ose një ngacmim i jashtëm.